Mua më bëhet qefi që njeriu që do të drejtojë Byron Kombëtare të Hetimit është një person që vjen nga radhët e BK-s. Joni vet ka një karrierë të vetën në Prokurorinë e Krimeve të Rënda, unë aty e kam ndeshur domethënë për të parë. Ai është oficer i policisë gjyqësore, ka qenë në kryerjen e kontrollit banesës sime. Por unë mendoja që Joni Keta i kishte të gjitha parametrat dhe i plotësonte të gjitha kriteret, duke e njohur mirë strukturën ka brenda dhe duke njohur njëkohësisht edhe spakun, se është njeriu i dur për ta bërë këtë gjë. Kjo është thjesht mendimi jon dhe dëshira jon, mbase ne mund të kemi gabim, por deri në këtë moment unë mendoj që madje thosha edhe si batut. Unë kërkoj edhe një mandat dytë për zotin Dumanin. Që është po ashtu prokurori që kam në çështën time. Dhe thosha, të paktën të jemi qetë, më kanë hetuar kreu i spakut dhe kreu BK-s. Në fakt ata në këtë moment janë të dy, njëri është kreu BK-s, sapo zgjodh, dhe tjetri është kreu i spakut, por që është në fund të mandatit të tij. Ai është një njeri që e njeh mirë punën e ka qenë thashë dhe në Prokurorinë e Krimeve të Rënda dhe pjesëtar i BK-s që nga fillimi njeh bashkëpunimin që duhet të jetë midis BK-s edhe strukturës së prokurorisë. Pra, unë besoj që i kanë gjetur njeriu perfekt për ta bërë këtë detyrë.